O shumë rëndësi ti në familjen tonde me pregadit ambientin dhe atmosferën e Ramazanit në familjen tonde, në gjirin familjar. Nuk shtrohet sofra në shtëpinë e muslimanit në drek në ditë Ramazanit, nuk s'ka sofër. Nuk është rregull në për kafterit tona në netët e Ramazanit të mos i dallojmë netët e Ramazanit edhe netët e mujve të tjerë prej alkoholit edhe rakisë edhe. Nuk është rregull kjo. O shumë rëndësi ti në familjen tonde me pregadit ambientin dhe atmosferën e Ramazanit në familjen tonde, në gjirin familjar. Shokët e pejgamberit a.s. fëmijët e vogël që se kanë borxh Ramazanin, u ja kanë pregadit ambientin në shtëpitë e tyre fëmijëve edhe ata me përjetu Ramazanin. Keni parasysh para 1450 vite po folim, nuk ju kanë jep mëngjes buk fëmijëve, ju kanë jep do thar nëse muj me thonë me gjuhën ton, i kanë pregadit disa kukulla gjuhës botës ton, po jo kukullat e kohës ton, prej leshi i kanë bo lodra me lujt, me i mashtru dhe në gjysdite, me i eduku dhe me kultivu të fëmija atmosferën dhe ambientin e mujt bekum të Ramazanit, dhe paramendo ky ambient dhe kjo atmosferë, dhe një atmosferë që mund të kultivohet në familje, kur fëmija nuk din me dalu mëngjezin e një dite të rëndëmt edhe mëngjezin e ditës Ramazanit, se e sheh babën edhe nonën qysh ka hongër për çdo ditë mëngjez edhe në ditë Ramazanit anë mëngjez, se merr vesh ai çapo ndodh. Prandaj pregaditja e atmosferës. Nuk shtrohet sofra në shtëpinë e muslimanit në drek në ditë Ramazanit, nuk s'ka sofër. Sofra shtrohet në iftar. S'ka sofër, s'ka hongër drek. Në shtëpinë e muslimanit nuk ka drek me hongër në ditë e Ramazanit, s'ka drek. Nuk ka kjo. Duhet ta përgatitim atmosferën në shtëpijat tona, ambient Ramazani. Ndoshta edhe në qytet kështu kish më qenë mirë, po ja që se kemi atë mundësi. Nuk duhet me punu çepaptorët, hiç. S'ka që kanë punojnë çepaptorët. Se s'ka ku shkon me ble edhe me hongër. Po nuk e kemi një ambient, dikur ka qenë kështu. Dikur kështu ka qenë. Çepaptorët çelen një orë para iftarit. S'ka në sabab, nuk ka të muslimani mina. Po hoq, ka do fëmijë që nuk gjenojnë, do pleqe, do njerëz që janë smut. Në rregull, ata kanë justifikim. Ne po flasim për atmosferë Ramazani. Ne po flasim për atmosferë Ramazani. Nuk është në rregull në për kafterit tona në netët e Ramazanit të mos i dallojmë netët e Ramazanit edhe netët e mujve të tjerë prej alkoholit edhe rakisë edhe. Nuk është rregull kjo. Po nësë në gjinoj, ma që së gjinoj, une le ta din kretu, nësë muj me mpi më sheft. Nuk o problemi këtu më sheft edhe hashiqare. Problemi është atmosfera dhe ambienti Ramazanit. Dhe unë dhe te kemi obligim me kontribu me hapë gjithë andej ambient dhe atmosferë Ramazani. Kujdes, kjo obligim joti dhe imi, si besimtar, duke fillu në gjirin familjar. Fëmija joti vogël, vajza jote e vogël, me ditë sa muj Ramazanit. Sikur ne dikur se tash ka ndru zemoni kur krejt lagjet edhe mahallat e qytetit ton kanë kumbu prej zërit të fëmijëve në kohën e iftarit me shku te xhamia e mahallës edhe e lagjes me i kqyr kandilat minare kur bëhet iftari, e fëmijët e mahallës krejt deri te shtëpia rrugës të Bizgit, iftar. Ambient Ramazani, atmosfera Ramazani. Prandaj kjo është edhe një detyrë e jona që duhet ta kemi parasysh.